Endrej Shabani, i cili do të betohet sot si avokat i popullit, ka mbërritur në kuvent. Shabani u përzgjodh për këtë detyrë me firmat e Partisë Demokratike, por u miratua në seancë vetëm me votat e Partisë Socialiste. Opozita e ka kundërshtuar këtë proces duke e konsideruar të kontestueshëm dhe ka depozituar një padi në gjykatën kushtetuese, çka pritet të reflektohet edhe në debatet parlamentare të sotme. Shabani nuk është një emër i panjohur për publikun. Prej vitesh ai ka qenë aktivist i shoqërisë civile, drejtuesi i Parlamentit Rinor, kryetari i Nismës Turje dhe antar i Këshillit Bashkiak Tiranë. Përtej profilit politik, Shabani është jurist me karrierë të pasur akademike, të fokusuar në të drejtën publike dhe të drejtat e njerëzit. Ai ka kryer studimet master dhe ka mbrojtur gradë shkencore doktori i shkencave në Universitetin e Oxford. Prej 15 vitesh, Shabani punon si pedagog i së drejtës në universitete në Shqipëri, Francë dhe Britaninë e Madhe. Gjithashtu ai ka shërbyer si konsulent për organizata të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë Transparency International, Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Europës.